Po, e kom hup babën, e kom hup migjen, nonën do më thonë për zullumit shkijeve që e kanë rrejt, do më thonë, e kanë qunë në spital, kanë ndru jetë. Në fakt, ti në rarë të punës edhe sigurisht që s'du më ta marrë shumë kohën. Zakonisht, kur takoj njerëz të cilët kanë përjetu gjithë shka, edhe sot ndoshta i kanë kalu luftën që ka qenë sfida ma e madhe për neve shqiptarëve, po besoj. Nuk e di sot dën me folë për atë pjesë, po lufta ndoshta ti mund edhe antarët më të mire edhe më të mëdhaj shtyllat e familjes. Si ndodhi gjithçka kënde hupe? Po, e kom hup babën, e kom hup migjen, nonën do më thonë për zullumit shkijeve që e kanë rrejt, do më thonë, e kanë qunë në spital, kanë ndru jetë. Do më thonë, prind i kom gjetë në sodall, i kom riveros, i kom qunë në katon në selat, se e kanë lona amanet që nëse vdesëm, kam qef me më vërrosë në katon tamin, vendinin e vetë, edhe kena placu këtë amanet prindve, në konë 2 minator, Nëzer Tahiri dhe Sulejman Tahiri, 2 që kena jetu këtu, do më thonë në konë Sërbi Vilovici, këtu që ka bëhat zullum që ka bëhat në shalë Bajgorës, a i njohet me nukën Vilovici, deri vonë ka jetu në pjesën verjore, po peqorë, do më thonë, thash edhe ma heret Albin Kurti, do më thonë, qetnik, barbar sërb që kanë bëhat zullum, ata i në largue, do më thonë, i ka hiqë Albini për këtuit. A ka posër provokime, ndoshta prej kur ndodhi si situata me Veriun, a ka posë provokime edhe deri vën, zoti Musa, për shembull, prej njerëzve, individave të caktuar? Ka posë edhe, ka ende hala, se hala bashkë kretë qysh duhet, nuk e ka njerëz hala që janë, do më thonë që bashkëpunojnë me Serbi. Ka njerëz shumë hala që bashkëpunojnë me Serbi, po e ka pasrua. 85% Albini e ka shliru Veriun, do më thonë kriminalat i ka largu për këtuit. Ka aty këtu hala që bojnë dëllovere me njerëzit tënë që bojnë, që kanë bëtë gjithë punën edhe bojnë, po me emën Zotit edhe atyne ju vjen dita që kanë më dëshpërue. Zoti Musa, ti dush me qenë realisht njëri për atyne njerëzve që ka shumë fortë, sepse po flet për babën edhe nonën tanë lidhem edhe Axhën që kanë qenë tashmë punëtorë të Trepçës. Si more këmbët pas gjithë kësaj ngjarje ndoshta, o dash me jetu, sigurisht që jeta vazhdon sado që me dhimbje mirë, po çish i more këmbët për me vazhdu tutje? Jeta po vazhdojke, jeta po duke më vazhdue, do më thonë, në 2002-ën i kena gjetë, do më thonë, prind, në sodall, i kena vërrosën në fshatin Selat ku thash, edhe normal, filloi jeta me vazhdue, u martova, tash i kam 3 qika 2 djel, e kam djalin në emën babës, ja kam lënë, i ka 15 vjet, bashkë me ta punoj këtu, po për momentin ai nuk është këtu. Kështu që jeta po vazhdoi kjo. Jeta vazhdon. Bitë gjitha jeta vazhdon. Harresat e të këqijat e zullumit që u bën ndaj familjes tonë, këtë shalën përgjithësi e din, domethënë zullumi që ka bën neve familjes Tahiri, domethënë pe shkollë, domethënë nuk harrohen ato kur, pej pushtetet tjera nuk kena pas kur një sen, domethënë një ndim, një lloj ndime pej pushtetet tjera, domethënë pas një pushteti, por derisa ardha Albin Kurti, pej që ardha Albin Kurti, po kem mbështetje, kanë filluar punësimet, kanë filluar ndimat, kanë filluar gjithçka është në rregull, domethënë ka shkon, janë senet ka shkojnë binat, çish duhet me shku. Që kjo është ma e mira për një popull që ka hjek shumë realisht, ka hup edhe ndoshta ato dhimbjet që i kena Zoti Musa ne na shujna desa vdesim edhe vetë smundur me jaru. Po të paktën sot jemi për këtë popull që ka vujt me u ndërtu edhe me u zhvillu. Edhe kjo është ma e mira.